U aksidentua 3 javë më parë, ndron jetë në spital 25 vjeçari shqiptar. Ka ndruar jetë në spital 25 vjeçari Erdal Tumba, i cili u aksidentua në 18 maj në fshatin Pousk të Prizrenit. Kujtojmë se në aksidentin e 18 majit humbën jetën në vendngjarje dhe Dilja Nanovçe, një nga 3 personat që ndodheshin në automjetin e aksidentuar. 25 vjeçari Erdal Tumba u dërgua menjëherë në Spitalin Publik të Prishtinës, ku mori trajtimin mjekësor për 3 javë, por për fat të keq nuk i mbijetoi plagëve. Lajmin për vdekjen e tij e ka bërë të ditur vllai i tij, Edber Tumba, përmes një postimi në rrjetet sociale, duke shkruar: "E di që je në parajs, vllai im i bukur, thuhet se Allahu i merr herët të robrit e tij të preferuar."